Partia Socialiste ka kuptuar që nuk e kontrollon sistemin e drejtësisë. Ti vetë e ka kuptuar se duhet ta kontrolloj? Për herë të parë, ne jemi të bindur, për herë të parë. Unë opinioni im ishte që ajo nuk e kontrollonte. Ti thua që duhet ta kontrolloj? Jo, të lutem. Sepse Partia Socialiste ndihet e pambrojtur. Me emocionove shumë e këtë ardit. Mu bë mishi kokra. Ndihet e pambrojtur sepse për herë të parë ne shohim që Partia Socialiste dhe kryeministri Rama nuk ka fuqi mbi sistemin e drejtësisë, domethënë nëse deri në nëntor fuqi mbi sistemin e drejtësisë? Të lutem, deri në nëntor në media është hedhur teza dhe në opinionin publik, ka qarkulluar teza se Ilir Beqen e ka futur Edi Rama në burg, Erion Velien e ka futur Edi Rama në burg se rrezikonte partin, atë tjetër e ka futur Edi Rama se teza politike aty ti e gazetar, ato teza politike si e futi Edi Rama Ilir Metën e futi Edi Rama në burg se po u fuqizonte shumë edhe po lufton opozitën, Sali Berisha e çoi Edi Rama në rreth shtëpie sepse kishte frikë se po rrezonte Edi Ramën dhe sot ne jemi të bindur më shumë se kur që Edi Rama nuk ka ndikim